Gjykata kushtetuese shqyrtoi këtë të njëjtë kërkesën e kryeministrit Edi Rama, i cili kërkon rrëzimin e masës së pezullimit ndaj nënkretares së qeverisë Belinda Balluku. Vendimi marrë më parë nga gjykata e posaçme. Prokurorët e SPAK-ut Dritan Prençi dhe Dorina Bejko argumentuan se Balluku për shkak të rolit dhe funksionit të saj mund të ndërhynte në marrjen e provave dhe dëshmitarëve, duke rrezikuar hetim penal. Bejko tha se zonja Balluku kishte propozuar rreth 50 akte që cënonin interesin publik dhe vlerësimi i prokurisë është se rreziku i ndërhyrjes së saj në proces është iminent. Nga ana tjetër, kryeministria kundërshtoi vendimin e pezullimit duke argumentuar se masa bie ndesh me kompetencat e pushtetit legjislativ dhe pengon Ballukun të kryejë detyrat e saj normale si pjesë e qeverisë. Avokatët e qeverisë kërkuan rrëzimin përfundimtar të masës, duke konsideruar të tepruar dhe të pajustifikuar. Debati në seancë u zhvillua me tone të forta dhe replika të ndërsjellta midis prokurorëve të SPAK-ut dhe përfaqësuesve të kryeministrisë. Pas dëgjimit të palëve, gjykata kushtetuese u tërhoi shpërvendim, por nuk dha datë konkrete për shpalljen e tij, duke lënë të hapur fatin e masës së pezullimit dhe ecurinë e hetimeve të SPAK-ut mbi zonjën Balluku. Ky vendim pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë mbi punën e qeverisë dhe përmbajtjen e hetimeve në proceset penale që vijojnë.